Mirë se erdhët të dashur Gafor në Letrat Rrëfenj. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Tema javës do quaj. Forca nuk do të matet me sa shumë duron Gafor, por nga sa mirë di të mbrosh paqen, zemrën dhe kufit e tu. Gafor, ky është një lexim shumë i thellë. Nuk është javë për të luftuar me botën, është javë për të kuptuar veten më mirë. Çdo letër këtu lidhet me tjetrën, sikur të thotë mos e kërko përgjigjen jashtë, kur ndryshimi fillon brenda jush. Guardian, mbrojtësi. Ja fillon me një pyetje shumë të rëndësishme. Çfarë po mbron kaq shumë? Ka njerëz që mbrojnë familjen, të tjerë të mbrojnë punën, disa mbrojnë reputacionin, por ka edhe nga ata që mbrojnë plagët e tyre aq fort sa nuk lejojnë askënd t'u afrohet. Nëse je gënjur dikur, Gafor mund të kesh ngritur mure, nuk beson lehtë, kontrollon gjithçka. Dyshon edhe kur nuk ka arsye. Kjo letër të thotë ti ulesh të gjitha mbrojtjet, të thotë vetëm të dallosh armikun nga njeriu që po përpiqet të afrohet. Në punë mos u bëja që mbrojtë sa të mos e pranosh një ide të re. Në dashuri mos e trajto partnerin sikur duhet të paguaj gabimet e dikujt tjetër. Por edhe në familje ndonjëherë nuk ke pse të mbash gjithmonë barën vetëm sepse je ai apo ajo që ja del. Forca nuk është të mbash gjithçka mbi supe. Forca është të dish edhe kur të kërkosh ndihmë. Tundimi. Kjo është një letër shumë njerëzore të quaja. Është djalli këtu. Jo çdo tundim është para apo tradhti. Ndonjëherë tundimi është të kthesh aty ku e di që nuk duhet. Të shkruash dikujt që të ka lënduar. Të pranosh një punë që e di se do të shteroj. Të thuash po vetëm sepse nuk di të thuash jo. Mund të jesh përballë një situate që duket shumë tërheqëse në pamje të parë, por më vonë të kushton qetësinë. Prandaj Gafor, mos merr vendime vetëm sepse duken të lehta. Pyet e veten, po e bëj sepse dua apo sepse kam frikë të mbas diçka? Ka shumë ndryshim mes këtyre dy gjërave. Dhe vjen pastaj fuqia e mendjes. Kjo letër flet për mënyrën se si interpreton ngjarjet. Dy njerëz humbasin të njëjtën punë. Njëri mendon, mbaroi gjithçka. Po e marrim shembull, dy njerëz humbasin të njëjtën punë. Njëri thot mbaroi gjithçka. Tjetri thot ndoshta është koha të provoj diçka tjetër. Ngjarja është e njëjtë. Historia që i tregojnë vetes është krejt ndryshe. Këtë javë kujdes me mendimet që përsërit vazhdimisht. Nëse në çdo mëngjes i thua vetes se nuk ja del, truri fillon ta besoj këtë gjë. Nëse çdo gabim e quan dështim, nuk do të guxosh më. Mos e ushqe frikën me imagjinatën tënde. Ushqe zgjidhjet. Kjo është zemra. Kjo është ndoshta letra më e ngrohtë e këtij leximi, Gafor. Ajo të kujton se pavarësisht gjithçkaje, zemra jote nuk ka humbur aftësinë për të dashur. Por dashuria nuk është vetëm romantike. Mund të jetë dashuria për fëmijët, për prindërit, për një mik, për një projekt, për jetën. Mos u lër rutinën të vjedhën ndjenjat. Telefonoj dikujt që të mungon. Përqafo më shpesh, thuaj faleminderit edhe kur mendon se tjetri e di. Sepse njerëzit nuk lodhen nga dashuria, lodhen nga mungesa e saj. Letra tjetër që në vjen është rrjedha. Kjo letër flet për gabim, për një gabim që bëjnë të gjithë.
Duam t'i kontrollojmë të gjitha, gafor. Kur nuk ndodh sipas planit, nervozohemi. Kur dikush nuk përgjigjet, menjëherë fillojmë të krijojmë skenar. Kur diçka vonohet, mendojmë se nuk do vi më. Kjo javë kërkon pak më shumë durim. Jo çdo vonesë është refuzim, gafor. Jo çdo heshtje është largim. Jo çdo rrugë e gjatë është rrugë e gabuar. Liri disa gjëra të marrin kohën që u duhet. Ashtu si një pemë nuk jep fruta ditën që mbillet. Edhe disa rezultate kërkojnë sezonin e tyre. Dhe letra e fundit të dashur është nëna. Leximin e mbyllim me një energji mbrojtëse. Kjo letër flet për kujdesin, por jo për kujdesin ndaj të tjerëve, edhe ndaj vetes, gafor. Ka gafor që kujdesen për të gjithë. Pyetin të gjithë si janë, ndihmojnë të gjithë, por kur dikush i pyet, po ti si je, përgjigjen mirë, edhe pse nuk janë. Mos harro se edhe ti ke nevojë për pushim. Ushqim të mirë, për gjumë, qetësi, për njerëz që të dëgjojnë. Nuk je makinë, gafor, dhe nuk je përgjegjës për lumturinë e të gjithëve. Kjo është java që të mëson se nuk fillon apo nuk fiton ai që kontrollon gjithçka, gafor, por ai që di çfarë duhet të mbroj dhe çfarë duhet të lërë të ikë. Mbros zemrën pa e mbyllur. Përdor mendjen pa u burgosur në të. Kujdesu për të tjerët pa e harruar dhe veten, dhe mos harro, njeriu që jep më shumë dashuri ka po aq nevojë të marrë atë. Kjo javë është një ftesë për të jetuar me shumë qetësi, me shumë besim dhe me shumë butësi ndaj vetes sidomos.